بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë për ti falje dhe udhëzime, kërkojmë salavat dhe selamet për shëndetjet më të mira mbi pejgamberin ton të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin që e filluam në këtë Ramazan për të folur për Musain alayhi salatu wassalam. Fillimisht e lutim Zotin e Madh xhel xhelalu që pjesa e parë nga 3 pjesët e Ramazanit na ka kaluar. Allahu të na ban kabull neve agjërimin dhe taravit dhe Kur'anin që kemi lexuar, dhe të na mundson Zoti te bareke ve teala që pjesa që na ka mbet na jap shëndet dhe takat për të vazhduar me agjërime, me adhurime, me taravi, me Kur'an, me sadaka dhe me vepra të mira. Vazhdon Allahu xhel xhelalu për të rrëfy ngjarjen e Musait alayhi salatu wassalam në Kur'an. Në surën Al-Qasas, Allahu xhel xhelalu tani na tregon se Musa alayhi salatu wassalam do të takohet me Firaunin. Mirë po, sikur që e përmendëm, se Kur'ani disa prej ngjarjeve i shpërndan për shumë sure. Për tyre është edhe ngjarja e Musait alayhi salatu wassalam. Andaj tani nga ngjarja ku e përmendëm në surën Al-Qasas, këtu Allahu xhel xhelaluhu nuk jep më detale. Dhe detalet do të kalojmë në sure të tjera. Për këtë arsye, Allahu xhel xhelalu në surën Al-Qasas tani vetëm na tregon se është taku Musa alayhi salatu wassalam me Firaunin në mënyrë të përgjithshme, por detalin e takimit, detalin e bisedës, detalin e diskutimit, detalin e grindjes në mes Musës alayhi salatu wassalam dhe Firaunit dhe ministrave dhe ushtarëve dhe generalave do na tregon Allahu xhelalu në sure të tjera. Thot Allahu te bareke ve teala në Kur'an në surën Al-Qasas, pasi tregon se Musa alayhi salatu wassalam u bë pejgamber, thot falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muftara. Kur erdhi Musa alayhi salatu wassalam te Firauni, tani të nderuar xhamatli është palca e ngjarjes. Ana do të na merr disa prej rrëfimeve, disa prej takimeve që ta tregojnë si ka fol Musa alayhi salatu wassalam me Firaunin, që ta kuptoni çish funksionon, çish mendon një pejgamber, çish flet një pejgamber, çfarë fakte prezanton një pejgamber, nga ana tjetër çish mendon një mbret diktator, çish mendon faraoni, çfarë nefsi ka faraoni, çish mendojnë ministrat e faraonit, çish mendojnë ushtarët e faraonit, çish mendojnë sirbazët e faraonit. Kredo të shohim me lein Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu xhel xhelalu, erdh Musa alayhi salatu wassalam me ajetet tona, me argumentet tona te faraoni, me argumentet qarta. Shkopi bëhej gjarpën, dora nxjerrte dritë me lejen dhe izën Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu xhel xhelalu, ata than kjo ose hire, kjo magji. Vini re, kush po thot ose hire? Ata të cilët, çka tham, shkollën fillore, shkollën e mesme, shkollën më të lartë, fakultetin, magjistrën, doktoraturën, ustadhat dhe profesorat e fakulteteve, të gjithë studionin magjin. Ja, kanë akuzuar për magji Musa alayhi salatu wassalam. Thot Allahu te bareke ve teala, qalu ma hadha illa sihr. Kjo është hire o Musa, kjo është hire që ke arti. Muftaran wa ma sami'na bi hadha fi abaina al-awwalin. Dhe kanë thënë, ne nuk kemi pa kështu që shto shka po fol ti kurkush më herët. Kurkush s'ka ardhur që shto shka po thot ti. Megjithëse kjo nuk është vërtet. Sa ta e kanë pa Jusufin alayhi salatu wassalam, e kanë ditë Jakubin alayhi salatu wassalam, e kanë ditë se ka ekzistuar Ibrahimi alayhi salatu wassalam në Irak, dhe Egjipti me Irakun janë vende të afërta njëra me tjetrën. Wa qala Musa rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min 'indi. Tha Musa alayhi salatu wassalam, Zoti jem e di më mirë kush ka ardhur me udhëzim, kush ka ardhur me argumente, kush ka ardhur me fe
të pasë prej Allahu te bareke ve teala, wa man takunu lahu aqibatu dar. Dhe I ka thënë çfarë? Dhe Zoti jam më mirë di kujt I takon përfundimi I mirë, kujt I takon xheneti Zoti xhel xhelalu, kujt I takon fitimi I madh. Thot Allahu te bareke ve teala, innahu la yuflihu adh-dhalimun. Ka thënë Musa alayhi salatu wasalam, dije o faraon se kur zullumqarët së shpëtojnë, kur diktatorët së shpëtojnë. Pro ja erdhë momenti me këtë arrogancë tane që I ke vrat gjitha të fëmijë, të më kërku mua. Në durët e mia ka me të ra pushteti jot, në durët e mia ka me ra faraon loki jok. Andaj Allahu xhel xhelal të tregon në këtë sure se tani do të jetë ballafaqim, do të ketë takime, do të ketë biseda, do të ketë diskutime. Thot Allahu xhel xhelalu, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala. Dhe tani thot Firauni, kjo është në mënyrë përgjithshme. Do ta shohim në sura të tjera si Allah na tregon detaj si ka fol Firauni me Musa alayhi salatu wassalam. Tha Firauni, ja ayyuhal mala. Ai gjithmonë ka pas këtë strehën, o ju ushtarët e mi, o ju ministrat e mi, o ju media jeme, o portalet e mia, magjistarët e mi. Kale Firaun, ka thënë Firauni, o ju të mit, o ju që ka ma mani shtetin dhe pushtetin dhe qeverien, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Unë zdi për juve dë një zot tjetër përveç mua? A ka zot tjetër përveç mua të ju? Apo, dhe shiko si I pyt, a ja merë menjer dikujna me thonë valla ka dhe zot tjetër? Shiko këtë qysh ka me lujt, do ta përcjellni me vëmendje. Faraoni ai pari që e ka shpik demokracinë në dunja, ka me lujt rolin e demokratit liberal në kulmin e liberalizmit. Ama a guxon dikush me thonë pse a me ndrishja? Shiko çka I thot Allahu xhel xhelalu duke na rrufi për Firaunin. Ka thonë ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Ka thonë unë s'di për juve zot tjetër. Pra, hajt çoje dorën dikush me thonë valla unë e di një zot tjetër. Hajde çoje dorën, s'u në çon kurkush. Përveç Musait alayhi salatu wassalam dhe Harunit alayhi salatu wassalam. Thot Allahu xhel xhelalu, fa awqid li ya Hamanu. I ka thënë o Haman, ministri të vet. Apo ka thënë fa awqid li ya Hamanu, ka thënë o Haman, fa awqid li ya Hamanu ala at-tin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Ka thënë ndreqma ti muën një ndërtes një ngrehin të nalt Pilloqit ka bëhajgare. Të bëhajgare me Musa alayhi salatu wassalam. Të e mor këtë muhabetin talje. Ka thënë çoje një ndërtes të nalt, unë të hipi atje nalt, ta shoh që ki zoti Musës kush kana. Jo këtë hajgare. Ama Allahu xhelal në fund e rrëmben edhe e shkatron. Thot Allahu te bareke ve teala, attaliu ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu min al-kadhibin. Ka thonë ta shoh çfarë zoti pas ka ki Musa, se unë jam të menu e Musën alayhi salatu wassalam rënacak. Nuk ka duka du drejt ki që jo pejgamber dhe që ka zot te bareke ve teala. Thot Allahu xhel xhelalu, wastakbara huwa wa junuduhu fil ard. Thot Allahu xhel xhelalu, u bon shumë më në madh faraoni, u bon shumë krye madh faraoni. Huwa, shiko thot, wastakbara huwa, ai parja kon më në madhe, ai parja kon më I keqi. Pastaj wa junudu dhe ushtria e tina. Andaj çfarë than fillim të ligjëratave? Shteti më ushtarak në botë ku ka ekzistu? Në Egjipt, faraoni. S'ka pas, ata ja kon ushtar general ushtriu kon. Dhe këti ka pas ushtar. Dhe këti ministrat janë kon general e ushtrie. Këta jo paria e vet që ka pas, këta janë kon të graduar me statuse të ushtarëve. Pra kanë qenë njerëz të rrept. Thot Allahu wastakbara huwa, ai shumë në madh u bë. Ama kujt ju ka bë më në madh? Allahu xhel xhelalu. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ard bighayri al haqq, kan bë mendje madhsi në tokë dhe janë shtir fodulla në tokë pa hak. Jo me hak, pa hak. Thot Allahu xhel xhelalu, wa dhannu annahum ilayna la yurji'un. Ata kanë mendu, sa keq kur mendon zullumçari që nuk kryhet kur filmi I tij, nuk kryhet kur Netflixi I tij, ama kryhet një ditë për ditë dhe kitë filmat sozën. Pa tjetër me emrin fund ati u kry filmi. Andaj faraoni ka menu, që ka thot Allah? O dhannu, ata kanë menu se kur të nas kanë më këthije, kur të nas kanë më këthije. Thot Allahu te bareke ve teala, thot fa akhadhnahu wa junuda. Na e kapëm atë, gjithmonë vjen aj, se ajo kon krye madhi më I madhi cili ka shtyp të tjerë. Fa akhadhnahu, na e kapëm ata. Thot Allahu xhel xhelalu wa junudahu, edhe ushtrinë e tina.
E kapëm. Thot Allahu te bareke ve teala fanabadhnahum fil yam. Dhe shiko çfarë shprehje ka përdorur Allahu xhel xhelalu. Fanabadhnahum fil yam. Kur e martin një copë letre të letë edhe e gjun lumi thonë nabadhahu. E ka gjuajt aty. Mirë vëzëra, gjuhët kitë të jo ushtri qështu, po të Allahu asi letër me gjujtë. Të Allahu gjela është gjithë shka e letë. Kitë dunjaja, në dorën e Zotit Gjelizan nuk është kur gjohiq. Kitë qila dhe toka të Allahu të bare kjo të Allah është kur gjohiq. Po këtë asyre shiko dhe zërë. Thotë Allahu Gjelizan e khadhnahum e gjunude, e kapëm edhe atë dhe ushtrinë e ti. Dhe shka i bana me gjytëm lumë. E gjytëm ndet e mytëm ndet. Thotë Allahu të bare kjo të Allah, fanzur kejfe kane aqibetu dhalimin. Shikoje mirë o Muhammed, shikone ketë ju umeti Muhammedit a.s. Qysh kam përfundu zullumqarët? Si ka përfundu e? Firauni. Ka quët, na që ka quëm faraoni. Në Kur'an ka orë Firaun me kesra. Thëtë Allahu te bareke wa ta'ala, wa gja'alnahum e immeten jed'une ilën nar. Ne kemi bo këta koka që thrasin për zjarë. Ila wa yawmal qiyamati la yunsarun. Këta thrasin për zjarr e ditën e kiametit kur kush nuk do të ndihmon. Këtu në surja Qasas lezer, këtu surja Qasas e ndërpret rrëfimin. Për në surën 28 e ndërpret Allahu gjela këtu rrëfimin. Dhe përmendu dhe se prej urësive që Allahu gjela i ndërpret rrëfimet, pasi i fillon cila dhe te i kalon në ngjarje tjetër, në surë tjetër që të lexohet Kur'ani komplet. Që të lexohet Kur'ani komplet. Për këtë arsye këtu e ndërpret rrëfimin dhe kalon tash ka hije Musa alayhis salam pallat. Çka ndodh mrena? Kjo sure më nuk kallzon. Por kush do me e pas informacion të dhanë, surja Qasas deri këtu e ndërpret dhe e tregon në mënyrë të përgjithshme dhe thotë ne i kemi shkatruar ata edhe e bën skenën e fundit. Fanabadhnahum fil yam. Ne i kemi gjujt ata në ujë dhe i kemi mbyt. Kjo është fundi. Kjo është fundi. E tani kur takohet Musa alayhis salam me faraonin, çka ndodh aty? Tani vëllezër, tani këtu pak fillon ka nevojë koncentrim më të madh. Nuk është sikur kur e kishte sikletin nana e vet, lindjes, gjujt mjan ujë, këtu fillon një siklet tjetër. Sepse Allahu xhelal vëllezër na tregon si ka fol Musa alayhis salam me kryemallin më të madh dunjos, ka ar kryemall si ai dunja kërkon. E keni dëgjuar ju Nemrudi a kanë mbretit e Ibrahim a.s. Kur ka fol Ibrahimi me Nemrudin, Nemrudi ka thënë çfarë? Unë jap jetë dhe marr jetë. Ja, alam tara ila alladhi hajja Ibrahima ila rabb alam tara ila alladhi hajja Ibrahima fi rabbih an ataahu Allahu al-mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fabuhita alladhi kafara wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Thot Allahu jalla ayati kur azatet Ibrahimi me Nemrudin çka kanë fol. Qysh u ka shtin Nemrudi me Ibrahimin alayhis salam. Çka ka thënë? I ka thënë Ibrahimi, Zoti jam jep jetë dhe marr jetë. Ai ta jep jetën, ai ta marr jetën. Kush e jep jetë? Allahu xhelal xhelalu. Kush marr jetë? Allahu xhelal xhelalu. Ibrahimi ka thënë çka janë Zoti jam. Nemrudi ka thënë ana uhyi wa umit. O dhe unë e vaj që tha. O dhe unë e jep jetë dhe marr jetë. Ama interesanta këto mbretit janë llojit ahmakave të papam dunjo. Lloj të të veçellëkit. Edhe njerëzit flashk këntru të papam. Ama di kush ja ban këtina sherrin? Se shiko, nuk ka problem karrikja. Problema se ata elmele, ata shka janë rreth. Ai ministri thot, matë meqëm se mrejti kërkan se kena. Ata e din sa aja, jo gjims të veçeli plot. Ama ata i thonë, tia. Andaj shpesher do të shojme na Firauni sa arë që shkretonat do i thonë, o Firan zban kështu me fol. Po ama i meqme ki. Ama ja, ata du minit hazër, o Firan zban kështu me fol. Se kështu pi beqit Musa të mane ka. Sa arë kur ka bo debat, kur ka fol vet, ka thonë, po qështu i bea? U ka ngatruhe, e du të me intervenu këto, du të me intervenu si irbazat, mediat. Ka dale se zban, e ki harru fletën të shpija. E ki ka ra fleta. E kur ti bere fleta du t'in me fol. E Nemrudi që i ka thonë Ibrahimit alayhis salam, ka thonë po edhe unë e baj që ta. O ma kise ka mërë dhe është muhabeti. Me jap, me dhanë jetë dhe me mori jetë. Qa i bjetë në rrugë që më rli? Vini re. I ka thonë edhe unë i jap jetë dhe mori jetë. Ibrahim ka thonë hajt tasho. Hajt qështë e jap jetë njerët dhe ja mërë jetën.
I ka thonë ushtarëve të vetë, se ç'është ti e ka, s'ka ç'të shka. Ka thonë shko bjemi 2 burgost me dënim me vdekje. Kështu e ka qenë burg, ka thonë shko bjemi 2 burgost me dënim me vdekje. Edhe i ka provu ushtari. Ka thonë ç'të do ditë janë të dënuar me vdekje. I ka thonë ushtarit, vraje njënin, e ka vrarë. Këti tjetri ka thonë shkoj i lirë. I ka thonë Ibrahimit a.s. Aja, a dhash jetë, kjo i dënuar me vdekje, njënin e mita. A ka ma trash se që kaq? Ja, menon e veç pak. A ka ma trash se qka jena të folna, qka je të bot ti? I ke morë ditë dënuar me vdekje. Hajt, lejbe këtu ditë, hajte në gjallëve, kryoje një tjetër, një të ri kryoje. Andaj, Ibrahimi kër e ka pasë se kja i trash derë në magarlëk, qka ka thanë? Kale Ibrahimu, inna Allah e jeti bishemsi min al mashrik. Kër e ka pasë ki të veqen, që të morë vash kur gjo? E kanë, shaka mujtë mi thonë Ibrahimi, a jeve me menë, për shta jem të të fola. E ka lonë, se me këto sën hitit deri në fund, se s'morin vesh. Që ka thonë, tamam, demek, kaloj e ketë, kaloj se si të morë vesh. Ka thonë, zoti jem, që ka jem të të folën e tije, e bje dilin pin sabah, e ndjerë lindje, fe inna Allah e ti bishem si në me shrik, fe ti biham në me grib. Allah jem e be dilin pin sabah e qëtë ditën. Kur të vene në aksham me përëndu, këthaj ati. Thuj, pin nata pa të bajditune. Thëtë Allahu gja, fe buhit e ledhi kefar. A i zditi më shkam i thonë, mo. Jo, të dili, së në përzimi të dili. Andaj që ka i thë Allahu, fe buhit e ledhi. Pse ja ndroj argumentin Ibrahimi, se e pas e njeri, i flashk deri në maksimum. O i trash në mene deri në maksimum. Andaj që ka i tha, bjere dilin pi ka përëndimi këthaja. Pra Allahu e ban pin sabat dhe në aksham. Hajde ti pin aksham, mëse le mu bo në ota, këthaja prap. Fe buhit e ledhi kefer. Kitë që kjo arrogancë në mrudit, me gjitha ta s'ka than, ma alim tu lekum min ilahin gajri. Me gjitha ta në mrudit s'ka than, më ju duni me më adhuru muë. Po ka than, ene u hajva umit, rububije, unë jam zot, di me në gjallë, di me vdek. Ama Firauni ja ka përci në mrudit. Firauni ja ka përci në mrudit. Që ka po Firauni? Ka thënë unë jam edhe zot, e në rabbukumul a'la, unë jam zoti ju e ma i madhi. Apo, edhe jo veç kaq, ka thënë, edhe mu du të me madhurua. Jo veç zot du të me madhurua, ilah. Andaj ka thënë, wa jadhara wa alihatek. I kanë thënë këta paria, i kanë thënë, qysh mund është o Firaun, ti mi lan njëzit mos me të adhuru tije. Apo, në adhurimin e tije, në adhurimin e këtënë. Andaj ka pretendu e diçka s'ka pretendu kur kush dunja. Andaj Allahu që ka thënë, innehu taga. Ke ka të pru shumë. S'ka njeri që ka të pru si Firauni. S'ka njeri në ruzull që ka arë në tokë që ka të pru si Firauni. Jo rasisht, Kur'anin, njarin, mas shumë di që e përsëri cilat të ndëruar që më li. Firauni. Dhe ta shumë në të dobit. Pse Allah e ka pru kënjari shumë? Firauni, ardhë Firauni, shkoj Musa të Firauni, Firauni dhe Hamani, Firauni dhe Karuni, Firauni dhe ushtria. Vazhdimi, çdo sure. Sepse çdo zaman e ka një Firaun. Çdo zaman ka dikush që thërë, hajde hadhurom muë. Pa këta shujë dhe zërë, Nemrudi nuk ka thënë hajde hadhuromni, a Firauni ka thënë hadhuromni. Andaj e ka pas liç shtetit. Si cëlla shpi du të me pas një shtatorët Firaunit. Si cëlla shpi e blen shtatorën dhe e ndreq varësisht nga statusi ekonomik që ka. Nëse pur ka mundësi me ble me altan e ndreq. Fotografinë e Firaunit e shpia. Apo, dhe kjo dhe zërë dikush thot, sa të këqi ka në nënkon. Wallahi kjo ekziston edhe sot. Deri dje, në shumë prej vendeve, diktatorat ja u kon obligu shtatorët qytetit, shtetit dhe shpijave. A disa shpija sot ala diktatorët, atje e ma fotografien. Zguzo me hek. A i ka dek mati, ki thot, hek e foton. Jo, mëse hek, thot. Pse mos me hek foton? Mëse hek, thot, se nuk i di, thot, Kemali qohet prap, Enveri qohet prap, Tita thot qohet prap, mëse prek. E Firauni e ka shpi këta, si cilin shpi me pas ka një shtatore. Që më të kujtu, sa baja aksham Firauni, ushtëria vet Firauni. Ja u kam bjell terrorin shpirt, ja u kam bjell frikën shpirt. Sa arë që ta shifti me dolmen, Faraoni. Apo, dhe shikovëzën qëfar gjendje janë rrit bitë e Israelit dhe Musa du të mi shpëtu për qësaj gjendje. Rane ka, shumë rane ka. Ama Allahu gjelluar e thot, unë jam me tije, shko të Firauni. Shko se ne e regullojnë ata në fund. Për këta shikovëzën, Firauni ka pretendu ilah, zot.
I adhurum. Çka I bje vëllezër zot I adhurum? Ti dush me dash faraonin, domosdoshmërisht. Më ju tut faraonit, me e dash. A e dash me ku? E dash me anzemon. Andaj kur t'ja nisem u nervozu me Musën, çka ka thënë? Wa inna lahu lana ghaidhun. Ka thënë, neve Musa me popullin e vet shumë na kanë nervozue, na kanë hidhnue. Ama ju ka hidhnu vet, jo qërë që janë hidhnu. Ama du guxon me thonë dikush, valla unë s'jam hidhnu. Kur thoje mbreti, mu s'po m'pëlqen që kjo, haj qoj ti dorë dhe mu po m'pëlqen. A mundet? Andaj Firauni që ka folë, andaj ka thënë, ma urikum illa ma ara. Ka thënë menimi jema me menimi juve. Menimi jema me menimi juve. Qështu a kanë Firauni? Qka të menoj unë, një të menoj ju. Aha qashtu, hajtë folë. Hajtë dhe, unë s'menoj qashtu. Ja, ku të thoje Firauni, unë e menoj qashtu, ketë menoni qashtu. Aja di shka të thonë? E menimi ku atë ndëruar që më të li, a në vesh, a mrejna në trunë. Qikosh Firauni që ka thonë? Qka më ka arë në trunë, mu edhe ti të ka arë, aha qashtu. Hajtë thu jo. Tuta, po valla qashtu, edhe unë jam të menu qashtu. Qështu kanë folë njërëzit me Firauni? Edhe unë jam të menu qashtu. Ma urikum illa ma ara. Që kjo dhe zëro konë Faraoni. E tash do më thonë, kitë kjo arrogancë që ja ka detiru si cërit me pas, ka një put të shpijat Firaunit, ka një shtatorët Firaunit, pi altanit, pi argjenit, pri brozit, pri hekurit, pri qka do koftë. Edhe qfar? Tani e ka shtrije qfar? Frigën të populli. E Allahu Gjelluala tani na tregon neve Kur'an si njëherë para se me gjujt në uj, do të me fol me ta, do të mi përplas argumentet që me mujt me nxjerr musliman di kanë për aty. A në da shumë se njëherë kam janë nxjerr 3.000 musliman me debatin e parë, ku t'jenë edhe si hirbaz. 3.000 musliman janë nxjerr. Kitë si hirbazat ja merë ka veti Musa a.s. Pastaj më sa herën e dytë, kur takohet për shdyti, se thot mi mujt e këto 3.000, ama du ka me morë ma shumë. Kitë të lëzëri ka ba Allahu Gjellat që ti nxjerr në pah argumentet, edhe që tjetë për umetin e Muhammedit a.s. dhe për pejgamberin tonë sallallahu a.s. mënyrë se si flitet me perandor, se si flitet me mbret, se si flitet me ushtar, se si flitet me ministra, qysh ju përqohet atyre argumenti, apo qysh mja quhe matë madhit argumentin, si flitet me ta. E tani vëllezër, i kemi disa prej debateve, nuk ka ndodhur një debat. Shumë njerëz mendojnë se Kur'ani kur reprezenton debatin dhe diskutimin mes Musait alayhis salam dhe Firaunit është këtë një debat, ama Kur'ani ka përsërit. Në realitet janë disa debate. Debati i parë, kush don me marr udhëzime. Debati i parë në Kur'an që e ka bë Firauni vet me Musain dhe Harunin alayhim salatu wassalam është në surën Taha. Surja 20. Shkruaje 20 prej tek ajeti 43 deri tek ajeti 64. Faraoni debatin e parë e ban me kan me Musa alayhis salam dhe Harunin alayhis salam. Që tu nuk ka kërkush tjetër, kanë him pallat, ka dhënë ku do me shkuti, sa e kanë ish djali Firaunit, Musa i adoptumi Firaunit. Ka thënë du me fol me Firaunin. Edhe kanë lip le Firaunit, ka thënë Musa ka ardha po. Le se kam muhabet me ta, bene do. Ne ti jam rejna në të flasim me ta. Andaj debati i parë të ndëruar xhamatli është në surën Taha, sura 20 nga ajeti 43. Tani do të më koncentru mirë çish ka fol Musa me Firaunin, sepse janë shumë të ngjashme debatet, a nuk janë një debat. Kjo debati i parë. Debati i dytë, diskutimi i dytë është me Firaunin, ama Firauni për pak e hub debatin, a realisht e hub debatin, po fillon sigur me anu ka Musa. I thot Musa s'ka dale, prit t'i thiri unë ato të mdojt njerë. Për t'i marrën e këto ministrat, kriministrin, ushtart, mediat, sirbazat, kret t'i bi unë e kitë ustavat e mi, mos e t'a shoh ato shka përdojnë. Apo, se nuk ka mujt me e fitu debatin vetë. Andaj debatin e dytë në e të regon Allahu Gjelle Gjelalu në surën El A'raf, surja e 7. 2 pika prej ajetit 103. Debat tjetër do të ban Musa me Firaunit, ama Firaunit tash nuk ka vetë, shkon i thirë dhe një grumullt njerëzve. Pastaj të debati i dytë në surën El A'raf, tu
Tu e hub debatin edhe me ministrat, edhe me atat parin e vet, i thirin si hirbast. Ja. Ama i thirë si hirbast e vet. I ka pas Musa, i ka pas Firauni 3.000 si hirbaz për me zbavit Firaunin. 3.000 ka pas si hirbaz. Ato i ka thirë veç për pik qefi. I ka pagujt. Roga ma e nalt, mas ministrave, kush e ka pas në shtetë Firaunit? Si hirbazi. Andaj si cëli bab për egyptianve ka tentu e vladin e vet të nxjerr fakultet si hirbaz në të hinjen punë të Firauni, mos për banë si hirbazi atina. Si të banë si hirbazi atina, mos të ne tenderat s'kan të ndalur. Sot në ka dhirë Firauni mi bo qef, hajde, mledhni se hirët, kete juve. Mi bo, 3.000 ka pos veç për me bo qef. Apo, sëherë që ka pos takime, ka pos ndeja, ka pos argëtime, ka pos bavitje, i ka thirë si zbat. Me ma shtu e qefin, me ma bohe alemat mirë. Do mënë, nëse ka po një sen të heshëm, ka thonë, trullav në pak ju, banë ma alemat mirë, apo. Po këta su i ka pos 3.000. A dhe surën Araf, në debatin e dytë, i thirë si hirbazat e vetë. Kur jamun Musa a.s. 3.000 si hirbaza, fillon mutut. Thot një herë kështë e up debatin. I thira të mdojt, i thira si hirbaz të mi, prap e upa debatin. Ja, atëherë i mledh prap Musa a.s. E thirë prap. Në surën Shuara, debatin e tretë që e ban mes ti dhe Musës dhe Harunit a.s. Ama këtu tash ndron debati. Fillon pak më bon ma i meqëm, sa ata e morin mrejna pra paskeni, dhe o Firaun nuk ban me fol kështu, s'po diti me fol, e kështu, në ata, në këta, na i mujtën 3.000 si hirbaza na i mujtën. Atëherë e ndron debatin dhe shkon në çdo cep ku ka pas pushtet Firaunit të Egjiptit, e ka thirr kanë. Tash ka thonë këto si hirbazat e mi kur gjonë si shingon. Apo, merë rogë e mës puno, merë para asën e mujnë Musën, merë roga, së një dalin kërshë i Musës a.s. Do më dhanë, rogën e morin pa hak. I ka quë e i ka thirë 80.000 si hirbaz ku ka cep të Egjiptit. Ku ka cep të Egjiptit. Edhe ka thonë e diçka, bem një mu e tash, jo veç punëtor, bema një mu kusha ustadhi kësaj pune. A do të shumë tash çdo debat se si ka rrjetë. Pra debati i parë surën Taha është mes Firaunit, Musës edhe Harunit, këto të tre. Edhe Firauni anej, Musa a.s. me Harunin kënej. Këto janë vetë. Dhe vini re qysh fol, Allahu na ka thënë qysh fol Firauni kur a vetë, qysh o kur i ka ato parin, qysh lasdrohet, qysh e zën vetën la matë madhe. A keni po njëri kur a vetë, a pak më ndryshe. Si ti vinja 4-5 veta, me njëri qonë kratë. Qa be qonë kratë? Qa po duket vetja? Allahu na ka thënë Firauni kur a konë vetë, qëtër muhabet ka po me Musën. Kur i ka nërë ato të mëdojt, qëtër muhabet. Kur ka dal me 80.000 si hirbaza, ka menu punën e sost. 80.000 si hirbaza. Kur i ka po që i Musa pak po tukë, do të ka thonë e fitova lojën. Allah ka thonë, atë khëf, rrera ato Musë. Ne e sos da këtë bunë. Po këta që dhe Allahu në të regon neve në Kur'an, që shmenon, qëfar fiqire, qëfar mentaliteti, qëfar truni ka Firauni. E që shumë në nësi për ta kuptu, o lezër. O shumë në nësi për ta kuptu. Ta një do të shumë debatin e parë. Do të kalojmë lezër pjesë për pjesë. Dhe për ta kuptu mirë lezër këtë punë, duhet mushaf. Ose telefon, Kur'an, ose të shpia mi lezu këto mirë. Edhe njerë, surë Taha, surë 20. Debati parë. Debati dytë, surë A'raf, surë 7. Nga ajetin 103 dhe në fund. Edhe debati i tretë, e në gjdo këto dy debate ka 3-4 debate tjera. Dhe debati i tre, por i kemi 3 debate bazë. Një të vetëm, surë 20. Dyti debat me të mëdojt, Firauni me të mëdojt, surë A'raf. Dhe debati i tret, alama i zhvillum se këta dy, është surën Shuara, surja 26. Surja 26. Në ajetin 16 e më andej. Tani do shohim debat për debati çish flet Firauni me Musa alayhis salam. Shkojmë te debati i parë, vëllazër. Shkojmë te debati i parë. Sura Taha. Allahu xhelalu xhelalu përcjell me Musa. Ka se edhe ka ardhur, e çka përmend këta Imam Nevawi rahimahullah në edebin e Kur'anit në Ramazan, kush do të lexon Kur'an, edhe do të fitu shpërblimin e Kur'anit, ka thënë Imam Nevawi, ulemat kanë thënë pëlqejet në Ramazan Kur'ani mu lexu me mushaf. Edhe nëse e di përmendsh.
E na shumica nuk e dina përmend, apo? Por veç hafëzlarve. Po edhe hafëzlarve në Ramazan ju pëlqejet me lexu me Kur'an. Sebeb, argument, ka thonë që sevapin ta merr edhe sini, jo veç goja. Pro ti e lexon edhe në veç goja jote edhe veshja, apo? Për me morë sevapin edhe syni, le ta shofen mushaf. Andaj për bereqetit vëzër, edhe prej sevapit të synit është që mushafin ta shef edhe syni. Prej ajetit 43 në tregon Allahu Gjelle Gjelaluhu si ka fol Firauni me Musajn a.s. Thotë Allahu te bareke ve teala, dhe përcjellim vëzër me vëmendje, dhe këtë debatin që ta përcjellim do të mundohemi me hin çish funksionon, çfarë truni ka ky Firauni, që ta kuptoni vëzër pastaj ju zullumqarët e kohës çish menojnë, çish logjikojnë, çfarë planifikojnë, çfarë agenda kanë, çfarë plane kanë, çfarë mundësi kanë, çfarë aftësi kanë dhe si përfundojnë. Thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an: idhhaba ila Firauna innehu tagha. Ka thënë, dhe në surën në Taha gjithmonë debati vjen, gjithmonë Kur'ani vjen, shkoni ju të dy, folni ju të dy, jam me juve të dyve. Kjo gjithmonë vjen Kur'an, idhhaba, shkoni ju të dy. I ka thënë Allahu Gjelle Gjelaluhu: idhhaba ila Firaun innehu tagha. Ka thënë, o Musa me Harunin, shkoni të dy te kush? Shkoni te Firauni, se ai me të vërtet e ka tepruar. E tani Allah do të na shpjegon çish e ka tepruar. Çfarë na tregon? Thot Allahu Gjelle Gjelaluhu: faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Shiko, të parën herë ku janë taku veç Firauni, Musa dhe Haruni, Allahu Gjelle ka thonë ju të ditë folni Firaunit me fjalë të buta, me fjalë të lehta, me fjalë me zot ult. Apo se faraonat apo mbretërit kanë merak mos mu ngrit zani, përveç ai kur dojë me ngrit zanin, ai vet. Tjerë s'ka merak me ngrit zanin. A dhe ka thënë folni fjalë të buta. Do ta shohim na pastaj në tefsir çfarë ka pas për shkak me fjalë të buta, por me fjalë që janë me madhni për ta. Për shembull, apo a keni merak çish, a dini çish flasin, çish kanë merak mbretit? Shkëlqësia juaj. Ai të veçel gjithë ditën ama shkëlqësi, më thonë. Lavdria juaj, zoti filan, çka mendoni ju, ai zoti filan, dhe me ka ai di ai sa i madha. E Allah dhe çështu kanë merak këto. Apo, shikoni pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam kur i ka thënë letër Heraklit, parit romakëve. Çka i ka thënë? Bismillahirrahmanirrahim, pe Muhamedit, të birit të Abdullahit, të dërguarit të Allahut, deri te çka i ka thënë? Ila Herakl, deri te Herakli. Pastaj adhimir Rum, i madhi romakëve. E ka merak çdo më thon, i madhi romakëve. Me bëmi volti kryetarit, ku i e o filan, të marri noti sa të ketë jeta. Me bëmi thon, mos bëmës me thirr me kryetar, mos me thon zoti ministër, zoti patjetër me këta zoti. Se i vën keq, a dhe i ka thënë Allahu, faqula lahu qawlan layyina, foli but, foli se kemi më një herë, është për sot. Thot Allahu te bareke ve teala, la'allahu yatadhakkar. Ndoshta, por çela sura Taha ajeti 44, la'allahu yatadhakkar. Ndoshta ntekët, i kujtohet, se thot, a be unë s'muj më konë zot. Nëse do tim të debati tjetër, kur i thot Musa alayhi salatu wassalam, ajo paria e qysh, kusha zot, kusha i pari, kusha zot i jot, i thot Musa alayhi salatu wassalam, rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Ka thënë o Firaun, zoti jema, zoti jon, edhe zoti juve edhe baballarjet tuve. Do më thonë, kur ka thonë Firauni jam unë zot, a i beki që kia konë zot ara para se me lind, pra Musa ja hup teorien keq, ja hup fillun. A je konë zot ti kur je konë bebe? Bebe kur je konë, e konë zot? Jo, po që shmurë me Firaun mu konë zot i bebe e konë. A je konë bebe? A e ka shkruj shteti datën kur ki lind, ti po. E qatë dit kur ki lind, një dit për para, kush a konë zot, Allah? Kush a konë zot? A konë Rabbul Alemini? Qatë jam të thonë, por qatë zot jam të të folë. E kur e ka pa që e ka hup debati, e ka ndru muhabeti. Do të ashoj. Thëtë Allahu te bareke ve teala, la'allahu yatadhakkar. Nashta i kujtohet. Shikove zot, më të madhin diktator që toka e ka pa, Allahu ja ka çu pejgamberit dhe ka thonë, nashta, ndoshta kthjellet, nashta i tekët edhe mendon
dhe e pranon fejen e Zotit te bareke ve teala. Au yakhsha, ka thënë ose tutut për Zotit madh te bareke ve teala. Andaj vëllezër, shpesh herë kur nuk punon logjika, çka punon? Për shembull, në Islam vëllezër, për çdo argument, për çdo akt fetar kena argument. Apo, mirë dikush thot, unë s'u moj me këto argumente. Për namaz, a ka argumente për namaz? Ka për namaz. A ka për xhamer, ju që keti në ninushëm, edhe na në ninushëm, Allah na pranon pineve. A ka argument që du të me ninu? Dikush thot, po, çështu vera kena gjetë na familjen të ninu. Jo, ka argumente. Kutiba alaykumus siyam, ju ka bëu obligim agjërimi. Mirë, dikush thot unë s'u moj me argumentet. Çka i bën na shkurt? O yakhsha. Shtin xhenem. Hani noze shtin xhenem. Shkurt. Kjo amira shkurt. Asë mbi kupton po. Shtin xhenem. Çkaç? Pra ka dënim për këtë punë. Thot Allahu te bareke ve teala. Qala rabbana inna nakhafu an yafruta alayna aw yatgha. Ka thon Musa me Harunin, to dy ditë bashk, Firauni vet. Para se me shkuar, ka thon o Zoti jon, ne frikohemi an yafruta alayna. Çaj na godet me një herë. Është las me fol. A të mshon me një herë. Ka argument, na vrat në vend na vrat. Thot Allahu xhela xhelalu, ose e tepron, nuk ngon. Çka thot Allahu te bareke ve teala? Qala la takhafa. Mos u tutni, o Musa me Harun, mos u tutni. Inneni ma'akuma. Çka këtë punën e ka bëu që me i në pallat. Se hace guxohim pallat. Apo, ai foshet i ka vrarë të mëdhojt, si ban hesab. Cull ti ka vrarë, sabit i ka vrarë, po para më në të madhin. Ama Allahu gjashari thot, inni, shikoni vëzë, që këtë fjallë, inneni ma'akum. Unë jam me juve të dyve. Esma'u wa ara. Dëgjoj dhe shoh. E që kjo e ka bo Musën me him pallat. Allah ka thonë, unë jam me juve të dyve, hinin pallat. Thëtë Allahu gjeli gjelalu, fa'tiyahu faqula. Shkoni të Firauni edhe ju të dit thuni ati, inna rasula, ne jemi dy të dërguar, rasula rabbik, të dërguar e Zotit tanë. Pin fillim ka thonë, thuj se na jena të dërguar e Zotit tanë. A e ditë shka i bje Faraonit mi thonë, na ka qu neve të dërguar Allahu i Zotit tanë. Dhe me tik i Zot përmi tinja dikush. A di çka i bje përmi Firaonin. Për këtë arsye vëzër Allahu shikon në çdo harf në Kur'an vëzër as haraketin me ndruhet ta ndron manojë. Haraketin I, U, apo me ndruhet ta ndron manojë më njëherë. I ka thënë Allahu faqula inna rasula rabbik. Ne jemi ti të dërguar. E që këtë fjallë nuk e ka thonë veç kër janë konë vetë. Sa herë që kanë shku mësa ne kanë thonë ne jemi një i dërguar. Am fillim i ka thonë ne jemi dy të dërguar. Ne tu dit, pra di ari kanë kalëzu, ne na tu dit pejgambera. Edhe Musa, edhe Haruni alayhi salatu wassalam. Ka thonë nena të dërguam pikujna pi Zotit tanë. E tash para me na Firauni e za vetën Zot, këto pi thojnë na ka qu Zoti jot. A mos pi fillim ja hu buzullën atina. Thëtë Allahu te bareke ve teala dhe thuni ati, fa arsil ma'ana bani Israila wa la tu'adhibuhum. Edhe kërkesën që do t'ja bëni ati, cila? Kërkesa e parë, rasula rabbik, ne jemi dy të dërguar Zotit tanë. Tjetra, pra dush me pranu fejen, ti si e Zot, ti je një rob që dush mi bëha ibadet Allahu xhel xelalu. Tjetra, lëshoj bitë e Israilit lej rahat. Bitë e Israilit dhe zër, kur të vinë para Muhamedit a.s. janë musliman të vaktit. Deri te Muhamedi a.s. ku ta lexonin Kur'an para Muhamedit a.s. që ata janë musliman, sikur që na jena sot musliman pas ardhes Muhamedit a.s. para se marr Muhamedi a.s. ku e lexon beni Israil janë musliman të ati vakti. E musliman të ati vakti ka shtinjen tortur Faraoni, ka ardhur Musa a.s. A mund jo para minuta shketsket, shikoni. E ka marr shkopin Musa a.s. Apo, e ka marrë shkopin. I ka lënë delet të shtëpia, të ardhur në Egjipt. Ka lënë delet, ka lënë shoqën e vet dhe fëmijët e vet, ka ardhur me Harunin, e ka marrë Harunin me shkop te shteti më i zhvilluar në atë kohë. E keni pa piramidat? Këto të Firauni ka po. Ka pas këtë durt me altan. Këto kon me altan i vesh.
Veshjet e tina janë konë Këtë rana me altan, tranume me altan. Edhe vjen Musa a.s. modest, apo 40 vjeçar, me shkop të deleve, edhe I thot inna rasula rabbik, nena të dërgumt e Zotit tanë. Tash, dikush nëse së me paramenon. Paramenon, e keni pa në YouTube, e pishif një krejt, në për Facebooka, presidencat e mloja, e keni pa? Me katë lëket deri këtu jaze frimën ajo kravata. Apo, katë lëket ka dhët $15,000. E tash paramenon Musa a.s. Pejgamberi I Zotit vjen, paramenon këtë presidencë, qilimi ati, Allahu alem sa kushton ai qilim. Allahu alem sa kushton ai pallat. Apo, krejt yje, krejt të ndërtume me president më të madh. Çka ka dishka inxhinieri më të fortë, njëherë janë drejt Firaunit mos anë tjerë. Drejt Firaunit mos anë tjerë. Edhe tash vjen Musa a.s. këtë skenë vjen modest, edhe thot na jena të dërguar te Zoti. Tash për Faraunin ha kjo bombë bërthamore. Çka kanë marrë këto? Ai ka dash mutall me to, ama për shkak se Musa e njeh sa e ka rrit Musa. Edhe shikoni vëzë, këtë debatin surët Taha bëhet I qetë. Dhe Firauni fillon me vol tamam si njeri. Fillon me bë pyetje tamam. Thot Allahu te bareke ve teala, thuani Firaunit, shloj bitë Israilit. Shikoj vëzë, në tauhid ja ka fut çfarë? Me njëra ka fut shloj njerëz me zullumit, mos ban zullum. Çati ku ka fol për tauhid me njëra ka thon, shloj bitë Israilit. Sepse vëzë, s'ka mundsi dikujt më jap përçuë fejen, islamin, tauhidin, imanin, ato në tortur Firaunit. Ata ka thënë arsil ma'ana bani Israil, shloj bitë Israilit. Edhe që të më thonë Firaunit më thonë shloj bitë Israilit, kush jeti me më kallëzu mu që me bo. Kjo I vëllezër se më aprish kita ti kitë të rëzirë më aprish. Shloj bitë Israilit, çka I bje? S'ki mo ti hizmeqar, kitë ato du të marrë me mua. Po shkiti mo hizmeqar. Thëtë Allahu te bareke ve teala, wa la tu'adhibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba al-huda. I ka thënë Allahu xhelle xhelalu dhe thuni atina, ne kemi ardhur vini re, përse në Kur'an vëzë me vëmendje. Qad ji'naka. Qad ji'naka o Firaun, kena ardhur bi Zotit na. A më ju ka drejtu ty të kena ardhur. Sura Araf do dhima vonë, Sura Araf, Surja 7. Allahu xhelle xhelalu kur thot shkote Firauni, tash debati tjetër kur ti mbledh ai parijën, ndron muhabeti. Çka I thot? Qad ji'tukum. Në ajetin 105 surës Araf I thot qad ji'tukum, këtë juve ju kum ardhur me argumente. A këtu I ka thënë qad ji'naka, ty të kena ardhur Firaun, se veç Firauni amrena. Tash debati jo veç mes Firaunit, Musës edhe Harunit alayhis salam. Për çelë vëzër me vëmendje, sepse nuk ka informacion dhe të dhanë dhe dije, njohuri më të saktë se Kur'ani. Ku thoje këtu gjinake, nja, gjitukum shumë. A dalon kjo piksala. Kjo qëtër debat, kjo tjetër debat. Dhe Allahu te bareke ve teala, qad gjinake bi ajetim min rabbik. E kena na argumentin, apo ti ka thonë Zotit tanë. Pra po fillon me ja prishat të rëzijin. A dini që Faraoni vëzër, si cëli që ka hite Faraoni, a muni me paranu që ka hite Faraoni? Si cëli që ka hite Faraoni, ka thonë, kur ka hije në pallat, I ka thonë, ti e Zoti, si o Zoti jonë. Tash para me no, ven Musa I thot, më ka që Zoti jotë. A di shka I be Firauni? Kitë dunjoj janë dhëtë mu Zot, ti vjen më thuë mu Zoti jotë. Sa ka për mi mu di kusha. A ne ka thonë, në argumentin e kena për Zotit tanë. Argumentin e kena për Zotit tanë. Wassalamu ala man ittaba al-huda. Dhe selami, dhe paqja, dhe siguria, dhe mbrojtja prej të këqijave është vetëm për atë I cili e ndjek udhëzimin. Pra kanë filluar mi kallëzu se ti si I udhëzum. Hapi parë. Ti nuk I udhëzum, ti I devijum, ti je fasik, ti je Firaun, ti I keq, ti zullumçar, ti je diktator, ti je tiran. Wassalamu ala man ittaba al-huda. Selami është për ata I cili e ndjek udhëzimin. Thot Allahu te bareke ve teala, inna qad uhiya ilayna أن العذاب على من كذب وتولى. Edhe për mos me fut në luga, që I kanë thanë? Ka thonë, pritë të kalzojnë do muhabete, o Firaun, që mos të gutësh me na mohue, mos të gutësh me na thanë mos rrejni. Që ka thonë Allahu Gjellera?
thot Musa alayhi salatu wassalam, i kanë thënë, neve, Musa dhe Haruni kanë thënë, neve na shpall pi Zotit. Shpallje kemi pi Zotit xhelle xhelalu. Se azapi, shumë interesant është se azapi në atë vakt o llogarit veç azapi Firaunit. Azapi kush ban azap? Firauni. E Allahu gjak këtu çaj thot, kallzoni atij se ani azap tjetër, xhenemi. Anna al-azaba ala man kadhab wa tawalla. Azab ka me pas ai I cili e mohon pejgamberin, e mohon Zotin e vet, e mohon se Allahu është meritor për adhurim, wa tawalla dhe e kthen shpinën. Çka ka me pas azab? Thot Allahu te bareke ve teala. Qala faman rabbukuma ya Musa. E tani vini rrezër. Në debatin e parë që e ka bo Musa alayhi salatu wassalam me Firaunin, Firauni ka fol mabut se e kon vet. Andaj vëzër, Allahu xhelle xhelalu I ka thirr pagant mushrik të arabëve për me kuptu se Kur'ani o fjala Allahu. Çish I ka thirr? Innama a'idhukum bi wahida. Vesh me nisan Allahu ka thënë për ju thirrje, vesh nisan. En taqumu lillah, për hatër të Allahut, për hir të Zotit xhelle xhelalu, kumu çono, mathna wa furada. 2 ka 2 ose 1 ka 1. Pse vëllezër 2 ka 2 ose ka 1? Se ngrumull njeri ka shtypje. Ama kur me vetë të shpia, thot mire pat, se s'ka presion. Andaj shumicat e dalaleteve vinë ngrumull kur të merr atmosfera. Krejt janë të bo qështu, krejt po thonë qështu. Që tu krejt që tu shkon xhenem. Çka I ka thënë Allahu? Nalu 1 ka 1 ose 2 ka 2. Kur akon Firauni veç me Musën edhe Harunin, shikoni se çka I thot. Qala faman rabbukuma ya Musa. Ka thënë, o Musa, megjithëse ato janë 2 pejgamber, Musa dhe Haruni, ama dihet se kush kryesori, Musa kryesori. Ka thënë, vetëm herë që ka thënë Firauni, pyetje tamam ç'ish duhet, faman rabbukuma është surën Taha. Çdo debat tjetër që ka bëhen surë tjera, takime tjera, ka bëhe gore. Këtë debat tjera ka bëhe gore. Veç në kur akon veç ka bëhe gore. Andaj për shembull, ka arë surët A'raf edhe surët Taha, apo thot fama rabbul alamin, ka bëhe gore. Ka thënë çka I bika kjo Zoti botrave. Në gjuhën arabe dhe zër, kur vetë për njerim të meqëm, apo për dikan që ka dije, frimor, I thojnë men. Për që edhe me Kur'an, ajeti 49 surë Taha. Kur të vetë është për insan, ose kur të vetë është për frimor, o kur të vetë është për dikan që ka ilm, që ka thujnë femen, kush. E kur të vetë është për dikan që s'ka logik, s'ka frim, s'ka shpirt, që ka thu ma. Do më thonë, kur tu do me njoftu dikan me dikan, kur I thu diku që kjo në telefon, a I drejtohesh si a je mirë, jo nuk I drejtohesh, kjo vdekt. Apo? A mund është me thonë, që dikush të thotë ti që kjo në mikrofon, hekër, apo? A I thu ti, për shembull me fjallën frimorit, cili, ku shoki, a I drejtohesh si jeni, jo. Se s'ka logike, nuk mund është me folë me këta. Nuk mund është me folë kuptimin me qenje subjektive. E mirë, kur ti thu dikujna që kjo është gjësend, artikull, edhe që kjo frimor. Në gjuhën arabe thënë men për frimorin, për të meqmin. Ma kur është se një dekt. E tani, kur ka fol vetë me Musën a.s. Firauni, ka vetë qysh vetë aj që interesohet për Zotin. Ka thonë, femër rabbukuma. E kusha Zotin? Kusha Allahu xhelle xhelalu? O Musa, kusha Zotit I madh te bareke ve teala. Veç që këtë herë ka vetë, si të vinë ato të mdojt më kurës vetë, veç banaj gare. Pa ma rabbul alamin, veç banaj gare. Qka ka në vekja Zoti botrave? Pse? Se shtypja ministrave, shtypja ushtarve, shtypja generaleve, janë rënit ato ati sirbazat aty, edhe ka baj gare. Por që ta I ti shef plot për njerëzve dhe zërë, kur janë vetë të të në qëtër njeri, I ve njani pit vetëve, ndronë pak. I vinja 4-5 qërë, ndronë ketë. Po këta si ju dhe zërë, maja munafik lëkit të Firauni u konë. Do të shohemi na ma vonë, me linë Allahu te bareke ve teala. I akuzon si hirbazat e vetë,
se ju kini bo konspiracion me Musën me marrëzu pushtetin. Ato sirbazit thonë, aja, jebe mene, që sa vjetë punona për tije, që sa vjetë mona rokë të ti. Se ftejna të ba Musajnë, na kanë me Musajnë. Ama qështu janë zullum qarë, çdo se ne menojnë kundër tyne. Apo, aj kur se kanë ba Musajnë, atë ka thanë, inne hadha le mekrum me kërtumuhu fil Medine, ju i kini ba këtë kurth, ju ke agende kini pas, ju i kini ba... Ato sefte shovin Musajnë, i të një ba bashkë. A kini ba disa njerëzi veshërin, konspiracion. Ju e kini ba kundër muhe, ju e kini ba kundër muhe, ju të një me mshkatru muhe. Kalzohë, më ka dole. Kur kush ka ba kundër ti kur gjo. Ama qështu janë friga e zullumit, se kur i e në karrike të zullumit, që ka thojnë? Dhe zë, përshemë më mërë kështu. Nëse ti dikujt ja ke zonë, apo, bishti, ja ke zonë fanellën, ja ke zonë teshin, ja ke zonë hakin e tira, am në flera hat? Jo, se thu ven ma merë. E kur i e në hak dikujna të ven të merë. I vetë me takim që Firauni ka vetë për Allahin që shduhet, o vetë. Dhe kjo kanë argument kundër Firaunit, se ti mo e diket muhabet. Andaj Musa a.s. tjetër gjevabi ka dhanë kur a kanë vetë, kur të vinë ato të mdoj tjetër gjevabi vetë. Sa janë isë mu talë. Dhe shikoni, këtu tjetër debat banë. Në surën e Araf tjetër debat. Thëtë Allahu te bareke ve teala, qale fe men rabbukuma ja Musa. Ka thënë Musa, kush o Allahu, kush o Zoti juve? Thot Musa a.s. Qale rabbuna alladhi a'ta kulle shay'in khalqahu thumma hada. Shikoni vëzë çfarë gjevabi ka dhënë. Ja ka dhënë gjevabin për me jarëzu teorien që ka aj menon se o Zot. Që ka thënë? Ka thënë Zoti jonë është aj i cili a'ta kulle shay'in khalqa. Zoti jonë është aj i cili gjdo gjëje ja ka dhënë krijimin e vetë. Pra kush t'i dha komt o Firaun, kush t'a dha kryon o Firaun që e ki qprast, e i e të veqel e gjimës, kush t'a dha atë kokë edhe ato vesh që zdi, qish mund është me thonë jam Zot. Kush t'i dha syt, kush t'i dha vesh, kush t'a dha zemrën, kush t'i dha mushkrit, kush t'a dha gjaki, kush t'i dha qelizat që gjenerohen vazhdimisht, kush t'i dha kitë të mira o Firaun. Tha, Rabbuna alladhi a'ta kulle shay'in khalqa. Çdo gjëja ka dhënë Allahu krijimin. Pastaj, e ç'kjo pastaj është shumë interesant. Thumma hada. Pastaj çdo krijimit ja ka dhënë orbitën e vet. E njerit ja ka dhënë tokën, apo qiellës ja ka dhënë, yjeve ja ka dhënë orbitat në qiell. Çdo senit ja ka dhënë orbitën e vet. Hajvanëve ja ka dhënë orbitën e vet, te poshtë. Shpesve ja ka dhënë orbitën e vet. Detit ja ka dhënë orbitën e vet, hapësirën zonën e vet, egërsirave orbitën e vet, melekt hapësirën e vet, çdo kujt ja ka dhënë orbitën ku ai sillet. O Firaun, ati ja ki dhënë Allahu. Ati ja ki dhënë Allahu. O Firaun, ati e ki kriju vetën, Allah ka kriju. O Firaun, meno pak. Ti para se me lind, kush të prunin dunjo, o Firaun që po thu jam Zot. Rabbuna alladhi a'ta kulle shay khalqahu. Zoti jon çdo senit ja ka dhënë krijimin e vet. Çdo sen vëzër ka kriju Zoti i Madh te bareke ve teala. Pastaj thumma hada. Kjo është shumë interesant vëzër. Thumma hada, pastaj e ka udhëzu çish me funksionue. Sot shkenca vëzër një problem e ka me krijimin. Thot shire, thot na mujna me kriju një dele, një lopë, se i morë na pjesë dhe e bojna, apo? E morë na pak likur që tu, pak likur që aty, pak kotës që aty, apo? Po na e kena probleme me që këtë fjallën që tu na jetin 50 surë Taha. Thumë me hede. Sëm pe bojna me hedë vetë, pa tjetër me dugme. Ama nana jote edhe nana jeme presë na ka lindë, atë ma përdore nana hedë vetë ti. Hedë vetë, a habuk vetë, a tjep dikusht, a vetë. A nin vetë, a dikusht me trus me pull. A fol vetë, a me pull. Fol vetë, thumë me hede. Në ka kriju Zotë dhe në ka lanë. Qysh në ka lanë? Në hes në vetë. A hes mi vetë? Pra, shkencë e kërë ka problemin, thotë unë me boj e baj, po kësë bëj hez vetë. Allah thotë, thumë me hede në e bëna. Andaj, mashtrohet njeri pse e ka lanë Allah me hez vetë. Ama mos haro, sa i këndorë këtë hez mëntane. Thëtë Allahu te bareke ve teala, i ka thënë thumë me hede. Shiko, për pak ka nisë me pranu Firauni. A mune më hondi ku që ta? Meni ju një njeri të thonë qështu, unë e kum kriju vetën. Qka i thue?
hajde vëlla, ka dale te letrat, në shkruaj që tu, mbardos, ec. E unë e kam kriju vetën. Ti ke kriju vetën, a? Çish e ke kriju vetën? Hajde ka thonë. Po pse e krijove bash në shekullin 21? Pse su krijove pita Ademi alayhis salam? Pse ti para 1500 vetë se krijove vetën? Ma ahmaq lëk se çka çakollëzë? A do se ne kam hus? Çfarë thoje? Çfarë thoje? Ti këtu ka kaluar çdërkun. Domthon, kjo vëzë çka i bie? Tamam Musa. Tamam, çu tu s'kam çka foli. Fol. A e ke kriju vetën? Jo. Qilën? Jo. Krijimet ai ke kriju ti? Jo. Hajde ne ndrojnë muhabetin. E ka ndru muhabetin. Dhe që e ki pa zakonisht krejt kur i zem argumente, ta ndrojnë muhabetin. Minja shikon që ka thonë. Ka thonë, kale, fema balul kurunil ula. E mirë, dhe me, kjo i bje kështu. E mirë nëse ko ka qështu. Ato popë që kanë jetuar në shekujt e kaluar, ku e kanë ato muhabetin? Shiko fardhem shuria ka Firauni, pidhimën njerëzit. Shumë si unë e ka posë, o Musa, ku shkojnë ato? A keni po disa njerëz për shembull zakonisht në kërtëna, pa namaz nuk ka xhenet. Pa namaz nuk ka xhenet. Po gjo, ama a e ditin ma halë se kanë dek. Qa ka me bona na? Qa kanë dek ma halëtane dikush pa namaz? Na të arzojnë a teorinë, të arzojnë a parimin. Jo. Apo a ki po dhët, e ato babgjishat e tonë, qa mi bona babgjishave tonë? Qa mi bona ati në? Na du të me ndjek argumente dhe zërë, Kur'anin e Zotit Gjellë Gjellalu. Jo, ande ka thonë, fema barë kurunin ula, pidhimën këto, lehe vetja pidhimën ato që kanë kalu me arë. I ka thonë, kale, ilmuha inda rabbi. Ka thonë Musa a.s. Ka thonë ato që kanë kalu para neve, kush i di ato? Ka thonë, ilmuha inda rabbi, Zoti jam i di ato. Inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa. Ka thonë ta dish o Firaun, se krejt ilmin e krejt njerëzimit e ka Zoti jam të shkruar gjithashtu në libër. La yadhillu rabbi, Zoti tam kur gjo nuk i hub, Zoti tam kur gjo nuk i ik. Zoti jam krejt i ka të regjistruar dhe i ka me ilm, me dije. Thëtë Allahu te bareke ve teala, wa la yansa, dhe Zoti s'haron. Allah nuk haron. Kur e kanë vetë Imam Shafi'i rahimahullah, cili është ajeti më friksues për zullumqart, ka thënë ajetet ku Zoti thot, wala yansa, Zoti s'haron. Haron zullumqari që ka bo. Ka haru Firauni që ka vra foshnje, ka haru Firauni që ka bo zullum, ka haru Firauni çfarë tiranie ka bo. Andaj çka i ka thënë Allahu xhela, ka thënë Musa alayhis salam, la yadullu rabbi, s'haron Zoti jam. Edhe Zoti jam. Apo pastaj ka thënë wala yansa, wala yansa. Pastaj çfarë ka thënë? Elledhi, tani ka fillu mbi fol për Allahun Gjellë Gjellalu. Se e ka pasi Firauni, s'po ka me thonë mu. Ka thonë, elledhi gjeale lekumul arda mehden. Është Allahu Zoti jem i cili tokën e ka bo rafsh për me hec. A e ki bo ti o Firauni e ka bo Allah? Kush ne ka bo vezën neve tokën rafsh për me hec? Toka e rumullakt është. Toka e rumullakt. Në bazë. Pra në qilo e rumullakt. Ama për neve që shonë rafsh. Apo andaj ata shka shohin ndër te huna thojnë e rafsht. Ama ata shka e din se Kur'ani krejt ta orbitat i ka kriju të rumullakta, shka e din se Allah të rumullaktën për ti e ka bo rafsh. Kjo e rumullakt në bazë, ama për ti e ka bo rafsh. Arzohështë e dikun? Alakohështë? Jo, e ka bo rafsh. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, elledhi gjeale lekumul arda mehden. Është Zoti jam i cili për juve e ka bo tokën të rafsht mehed, si djem. Ka thënë, wasalak lakum fiha subulan, dhe ju ka bo rrugë ka me hec. Shiko dhe zë, Allah ka bo tokën këtë kodra, plot kodra ko, plot lumej, plot detra. Apo, dhe mirë po në ka të regu se si regulohen rrugët për me hec. Si ku njerëzimi dhe zër, kanë gjithë rrugë për me hec. E ka bo rafsh, e ka bo autoban, apo? Kitë gjatët i kanë bo për shfarë, për të hec ma komod. Thot, kush i ka bo këta? E ka bo Zoti i madh te bareke ve teala. Pastaj thot Musa alayhi salatu wassalam, thot wa anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta. Dhe i ka kallëzu se ka dalë o Musa, se ti Musa gjithmonë ju ka dhënë informat të dhëna ilm që u mëson tauhidin, u amëson imanin, u arzon teorin e adhurimit Firaunit, dhe ja prek argumentet që i ka pos aj.
Firauni kur u ka boj madh se është Zot, çka ka përmend argument? Ka thënë wa hadhihi anhari. Ja ka thënë këto lumejt, Nili, çka e ka kriju Zoti, ka thënë Nili o jemi. Edhe argument që jam Zot o Nili. Edhe kjo këpushtet çka e kam. E ka qu pak Musa përpjet. Ka thënë wa anzala minas sama. E pi qilës Allahu e zbrit shiun. Të mund ti, a ki dorë në gjilë? Ti Zot në tokë, apo? E në qilë, ti në kopsh Zot edhe në qilë është më kanë Zot. A në do të vi pasaj kur do t'i thoje Musa a.s. kur do të fletë për zdyti, kur do të mbledhën ato të mëdojt. Kam ju thonë Musa a.s. Rabbus semawati ul ardh, Zot i qilës dhe tokës. Po ka dale, para se ti me thonë jam Zot në tokë, e në qilë kush o Zot, o Musa, o Firaun. Andaj i thotë Allahu Gjellë Gjellalu, dhe e zbret prej qilës ujin, me të cilin uj Allahu laraman qift prej bimëve nxjerr prej tokës. Pra, o Firaun, që to bimë që ka dalin dhe pemë që ka dalin dhe perime që ka dalin dhe lule që ka dalin dhe kopshte që ka dalin, a ti i ban o Firan e Allah i ban. Që këtë kopshtin e madhë që ka e pas ke ndrejsh në palat që tu shumë mirë, këtë me gjethë dhe me gjelbrim, a ti e ki zbrit shijun për me dal ki druni, a Zoti jam e ka zbrit Allahu Gjellë Gjellalu. A kupton vëzër, me një debat gjithë këto informacione për imanit e uhidin ja ka thonë? Apo, a këshmi dit na me folë qështu? A këshmi dit na me folë qështu? Allahu Gjellë i ka shpalë Musa s.a.s. Thotë Allahu te bareke ve teala në vazhdim, kulu war'au an'amakum. Dhe shikoj e ka përmen çfarë? Ja ka përmen begatin e vetë Musa s.a.s. Ka thënë Allahu na i ka zbrit këtë to shijun, pemt, perimet, ushqimet, grurin, millin, krejt. Dhe në fushë e ka thënë kulu war'au. Allahu na ka thënë hani dhe runi delet e juve. Runi devet e juve. Firauni s'ka rujt dele, ama Musa a.s. e ka pas begatin e vetë. Allahu që ka thënë runi delet. Apo, dhe sot e kini po nga qytetarë, thotë o gjona, nuk kena vaktin e deleve, a makijatën piku pepe o do. A nuk kena në vaktin e deleve na, ka përci vaktin lopve. Apo, a me i thotë një 70 pak tamëll që ka të nxeri. Apo, për këtë asyjo vëzër, njerëzit shumë janë lasdruar realisht, që janë ignorant. Lasdrohen me begatit Zoti Gjellë Gjellalu. Thotë unë nuk e rruj tokën, unë nuk e kultivoj tokën. Apo, a më thotë, a mund është një buk pak pat mirë? Po ku me ta pru atë bukë vëllo? Atë bukën pak mat mirë, pi ku me ta pru? Dut me gjujt grunin në tokë, e me lavru tokën edhe me mbjell tokën, me kultivu tokën. Po këtë asyjo shika tha Allahu Gjellë Gjellalu, shkoj te maj madhi që ka u kanë, diktator në atë vak. Tha Musa, Allahu na ka dhënë begati kulu war'au an'amakum. Hani dhe pini dhe runi delet e juve. Ja, si ven mirë shumë Firauni që shtu mi folë, ama Allahu Gjellë ka thënë foli që shtu. Foli që shtu. Thotë Allahu te bareke ve teala, i ka thënë kulu war'au an'amakum inna fi dhalika la ayatin li ulin nuha. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, krejt këto çka i përmendëm ka argumente dhe fakte qarta për njerëzit që kanë mend. Ati boj me sharat se o Firaun, të kam luteve që lëki, të kam ru mendje madhësia, edhe mendje trashësia dhe mendje lehtësia, i cekt në mendje nuk pishe senët, për ndryshe, a më hodë kitë kjo begati e Zotit te bareke ve teala, thotë Allahu te bareke ve teala, minha khalaqnakum. Prej toke ju kemi krijuar, i ka thënë Musa a.s. Wa fiha nu'idukum, edhe në toke në me të kthije, prap në toke ju kthejmë. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dhe prap prej toke ju nxjerrim, ju ringjallim edhe një herë, në ringjallim e madhe. Thot Allahu Gjellë Gjellalu, wa laqad araynahu ayatina kullaha. Thot Allahu Gjellë, ne e kallëzum Firaunit këtë argumentet, ne e kallëzum Firaunit këtë faktet, a u bind? Jo. Që kjo dhe zë Firauni, qka të dush kallëzoj, qka të dush jepi fakte, sa të dush bjeri prova, dëshmi, dokumentacion, qka të dush sjelli të pamohushme. Thëtë Allahu te bareke ve teala, wa laqad araynahu ayatina kullaha. Këtë argumentet ja kena kallëzu, ama fe kedhebe wa aba. Si pra në e thë, këtë që të thash ka thave janë rejna. Rejna, që Allah në ka kriju rejnë, që Zotë i zbet shijun prej qilit rejnë, që ti e ha risku në Allah i të rejnë,
që ti hapi bukë Zotit që ka krijohet pin tokë, rren, kiç to rrena, fa kadhab. Tha ja, kjo kitë rrena. Nuk i pranoj këtë. O aba. O do bëu më në madh. O bëu krenal, nuk i pranoj këtë. Aba, dhe Allahu te bareke ve teala qala i ka thënë Firaun. Tash ka vinu me fol. Qala ajitana litukhrijana. Vini rrezë. Vini në Kur'an është shumë interesant. Por nuk e lexojnë Kur'anin, Allahu na uzot të gjithë ya rabbul alamin. E du të me kuptu Kur'anin. Shumë muslimanë lexojnë Kur'anin, me kuptu Kur'anin. Apo, shikoj pita ajeti 43 deri te ajeti 56. Kjo lexohet për 1 minutë, kështu normal. Ama Allah nuk don me lexu Kur'anin për 1 minutë. Se nuk e mona vesh. Do ka dalë me lexu. E më nxjerr mësimin. Ku shoku i Firauni? Ku shkon aki? Pse ka thënë Allahu tagut? Taga, njëri arrogant, njëri i cili lip me adhuru më bo zot në tokë. Firauni nuk ka thënë kështu kuptimin une, domthon, Allah ka fillu në debat me bo. Allahu na ka thënë se ajo është më në madh, ai se ka shpaz me një. Shikoj çka thot Allahu xhela xhelalu. Qala ajitana litukhrijana min ardina. Shikoj fal muhabeti. Kot muhabet. Ka thënë Firauni, o Musa, ti a ki ardh, i harroj këtë faktet, këtë argumentet, a ki ardh me ne prish renin e shtetit tona. E shkot, këtë muhabet, a ki ardh me prish të renin, apo do t'i mina përzon për tokës tona, apo do t'i mina nxirr për venit tona, li tu khrijena min ardhina bi sihrike ja Musa. Ka thënë, a me këto sehirët e tu, a sehirë ja që to? Kur neve na thot dikush, Allahu na ka kriju a sehira. Kur ti thot, kur ti e dëgjon Allahu në Kur'an do të thonë fal 5 kohë namaz, sehire po duket. Me agjëru sehire po duket. Që ki me dekti, a sehire po duket. I ka thënë, a me këto sehirët e tua, a po do me na nxjerra. A diçka interesante vëllazër. Ora kam mbaru, ta përfundojmë debatin e parë. Firauni nuk i thot më Musës, a do me na nxjerr me sehirët e tua për venit ton. A dini pse? Se tash kur të shkoje te ato ministrat e vet, ato sihirbazët e vet, ata mediat e veta, portalet e veta, ato i thonë nuk u ban çashtu me fol, o Firaun, se nuk ka ardhur Musa me sehire me na nxjerr për tokë, se na nxjerr për tokë me sehire. Apo, nuk qëndron ki muhabet. Andoj e heket muhabet. E morin për asaj fletë dhe ja fshin që këtë laf mos e thuj mo. O të veçel mos e thuj mo këtë laf. Se nuk i thuhet Musa me sehire do me na nxjerr. Ama Allahu po na ka thonë, dëgjoni Kur'an. Çka thot Allahu te bareke ve teala? Qala ji'tana litukhrijana min ardina bi sihrik. Bi sihrik ya Musa. Ka thonë ti me sehire do me na nxjerr neve? Ku? Do me na nxjerr ti pi tokës tonë. Ku di Firauni me thonë, zdi çto të lafësh i ka thonë shpejt e shpejt. Apo, sa jam mësuar me sihirbaza. Thot Allahu te bareke ve teala, falanatiyannaka bi sihrin mithli. Ka thonë o Musa, ka dale pa, ka me ta prunë ti një sehire më të madhe. Falanatiyannak, na kena me ta prunë ti një sehire më të madhe. Ha? Faj'al bainana wa bainaka maw'idan. Ka thonë, a lajna një takim? Ka dale. A tha veje pejgamber, a tha ki argumente, apo dhu shkopi, a e lënë në takim? U harru e që ka vra njeri. A u harru? U harru muhabeti që Musa a.s. o i ndjekt për mu vra dhe shtet. Ka dale. Ja hupi fillun Allahu Gjellë Gjellalu. Ka dale se shka pas na punën me këtë njeri. Dhe i pas ka shkop, u da shka mu morë me këta. Po këta si o vezër Allahu Gjellë Gjellalu kur don me ngrit një pengamber, i ja fshin këtë arkivin Firaunit. Ja fshin këtë arkivin. A ka të li për me vra? Ku a për me vra? E ka ndru muhabetin. Ka thënë faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Ka thënë hajde caktoj një takim. Na shikoj vëzër subhanallahu alazim. Si jep Allahu xhel xhelal. A kthehemi pak në surën Qasas sepse na ka përfunduar koha, jemi në afër iftarit. Allahu jashka i tha Musa a.s. kur e qoj pengamber, tha kena me dhonë sultan. A ka tha kena me dhonë sultan. Entuma wa man ittaba'akuma al-ghalibun. Ju të dit dhe kush ju vjen mas juve, ju jeni sultana. Miru vëzër, një njeri me këtë shtet, me këtë Firaun, me këtë mbretri, me këtë ushtri, me këtë sirbaza, kush a këtë sultani?
vini re o vëzër fuqia Firaunit që vjen pa. Lexon në Kur'an. Ajeti 58. Falanatiyannak. Për çelën me vëmendje. Firauni pi thot, komplet shteti komplet shteti. Ha, kena mu dal mu rok veç me tije o Musa. Ha me men. Komplet shteti me Musën. Ku po jetë që ti je zot me dillafe me sos punën? Jo. E mirë vëzër, a e logjikshme kitë shteti me thanë një njërit, me thanë, dil na karshi, dil ti karshineve. Qka i thot dikush? Pa i gjunape vëllat ti një njëre, e mitë ketë. Ama Allahu që e zbriti Firaunin këtë nivel, këtë shtetit i tha, kene mu organizu, qka i tha? Falanatiyannak. Tha vesh jepën pa kafat, ti mbledhi do si baza, të folju në me ato ministrat e mi, falanatiyannaka bi sihrin mithli, kena me ta pru një sehire të fort, barabar me tije. Pasta që ka thanë, fej'al bejnena wa bejnek. Hajde dal mina ngara, mejdan, na komplet ti vet. Anfer 2 veta me një nuk ka fer, 5 veta me një nuk ka fer, 10 veta me një nuk ka fer, 50 me një nuk ka fer, 100 me një nuk ka fer. Këtë shteti me një anfer, drejt. Ama që kjo a zullumi dhe zërë. Fej'al bejnena wa bejnek. Na komplet bashk ti vet. A kuptoni sa forës ka Firauni? Këtë na bashk ti vet. Me gjitha ta Musa i ka thonë hani, jo këtë bashkën e vet. Se qka i tha Allahu gjela, inneni ma'akuma, unë jam me juve dy vo Musa, në ti mledhe kejte, qatë dojnë të mledhe. Thotë Allahu te bareke ve teala, fej'al bejnena wa bejneke maw'idan la nukhlifu. Edhe shiko ka fillu më kalzue shumë qytetar. Ka thonë dhe maje lafin rrim ven. Në as na se prishna datën, as se prishna orën, as se prishna caktimin. Edhe ti edhe na e mojna venin, ka thonë la nukhlifu nahnu wala anta makanan suwa. Ka thonë unë me shtetin tem, edhe ti vet e caktujna një ven. Qala maw'idukum yawm az-zina. Ka thonë Musa alayhis salam, takomi na ditën e zinetit. E kanë pas si lloj bajrami, feste. Ka thonë na me juve takomi ditën e zinetit. Se janë mbledh shumë njerëz ta shohin këtë të gjithë. Thotë Allahu te bareke ve teala, wa an yuhshara an-nasu duha. Dhe ka thonë do të mbledhmin sabah. Mas sabah, duha. Apo ata ka shlu buka jo, mësun hana. Dhe së të vene iftari. E lusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelle xhelalu na mundson me kuptu Kur'anin. Kjo është debati i parë, ndërruar xhamali. Do dhim debate tjera, të se do t'i zhvillon Musa alayhis salam me Firaunin, ama ku ti thi ato krije mdhoj te mdhoj. E lusim Zotin e madh te bareke ve teala që Zoti xhelle xhelalu na mundson që ta lexojna Kur'anin, ta kuptojna Kur'anin, të udhzohemi me Kur'anin e Zotit xhelle xhelalu. Pjesën e kaluar të Ramazanit Allahu ta ban kabul pi neve, e pjesën që na ka mbet Allahu na mundson që ta xhurojmë, të falim teravih, të lexojmë Kur'an. Na pranon Allahu xhelle xhelalu të pastruar prej gjunave të kaj. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.